Drejtuesit kryesorë të Partisë Demokratike bën omazhe në varrezet e dëshmorëve në këtë 5 maj të përkujtimit dhe nderimit të dëshmorëve të kombit. Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha vendosën kurora me lule tek memorialin nën Shqipëri, e pas tyre edhe kandidati së djathtës për Bashkinë e Tiranës Salim Kosova. Për kreun e demokratëve Lulzim Basha, 5 maj është dita e përkujtimit dhe nderimit të gjithë atyre që flijuan jetën për lirinë dhe përparimin në të gjitha trevat shqiptare. Shumica dërmuese e dëshmorëve të Atdheut, të atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit nga okupatorët nazifashistë, të atyre që u flijuan në emër të lirisë gjatë terrorit komunist, të mira, të rinjve dhe të rejave që dhanë jetën gjatë luftës për çlirimin e Kosovës, apo luftës për drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës dhe në Maqedoni. Shumica dërmuese për tyre ishin të rinj, në lulen e jetës. Ata patën një zgjedhje shumë më të rëndë se sa çdo zgjedhje me cilën ballafaqohet rinia sot. Të jetonin apo të vdisnin për lirinë, dhe ata zgjodhen të flijoheshin për lirinë. Por për demokratët në opozit, 5 maj është dita e frymëzimit për lirinë edhe sot. Këtë detyrim Lulzim Basha thotë se e ndjen si vendimarrës, ndërsa shqiptarët sipas tij duhet ta bëjnë të qartë dëshirën për liri me votën e 21 qershorit. Kemi zgjedhjen të forcojmë dhe të thellojmë lirinë e qytetarit, lirinë për të punuar, lirinë për të prodhuar mirëqenie, lirinë për të shprehur, lirinë për të votuar e për të zgjedhur me votë, si dhe për të larguar me votë qeveritë, ose uljen e kokës, zhbërjen e lirisë individuale, që është fillimi i zhbërjes së lirisë shoqërore dhe bjerrja e lirisë kombëtare për të cilën kanë dhënë jetën kaq mijëra shqiptar në dekada dhe shekuj. Ashtu si në çdo ditë të përkujtimit kombëtar, opozita dhe mazhoranca nderuan dëshmorët në këtë 5 maj më vete.